Një burr shkon në një dyqan I veshur me pelen. Ja çfarë gjeti arkëtari teksa e ndoqi neshtje. Një burr në një supermarket I veshur vetëm me një pelenë geriatrike. Të gjithë qeshën dhe bënin shaka, po një nga arkëtarët e ndoqi atë dhe zbuloi diçka që nuk mund ta imagjinonte kur. Lorenzo bërtiti në punë atë mëngjes, duke ndjer peshën e njohur të një dite e tjetër pune në supermarket. Megjithatë, qetësia u ndërprej papritur kur shefi I tij, Giuliani, ju afrua me hapa të vendosur dhe një shprehje plot pa kënaqësi. Lorenzo, a je me mec? Si mund të bësh një gabim me parat? Nuk e kuptove që e mbylle dje me 5 cent të humbur. Kjo është e papranueshme. Zëri burit bëri jeonë për supermarket, duke të rrequr vështrime kurioztare nga klientët dhe punojësit e tjerë. Arkëtari e ndjeu veten duke u tkurrur në poshtërim, ndërsa mërmëriti një kërkesë në falje. Më falni zotëri, nuk do ndodh më. Tha ai, me zërin e tij me zi mbi një përshpëritje. Çdo fjalë shoqërohej me një ndjenjë disfate dhe zhgënjimi. Ai e urrente atë punë, ndërsa dita po zvaritej, Lorenzo nuk mund të humbiste në mendime për jetën e tij, pasi urrente çdo minutë të punës së tij. Kështu do të jetë pjesa tjetër e jetës sime. A është e mundur që nuk ka asgjë më të mirë për mua? Ai mendoi për djalin e tij 2 vjeçar, arsyeën e betejës së tij të përditshme dhe gruan e